Shembja rrugës në aksin Ura-Shtrenjt-Prekal në vendin e quajtur Shkallogje ka bllokuar totalisht lëvizjen e automjeteve në këtë zonë. Kjo ka krijuar vështirësi për banorët e zonës, por edhe për ato të Duagjinit. Banorët shprehin të revoltuar se shembja rrugës ka bllokuar disa zona dhe hedhin kritikën e shtetit. Unë jam banori i zonës Pultit, që jam le rritën Pult, tu në në aksin Ura-Shtrenjt-Prekal, që rruga shem që duket domethënë është e pakalueshme. Kjo rrugë ka blokue krejt njësinë administrative Pult dhe një pjesë të njësisë administrative Postrib, njësinë administrative Shosh dhe pjesën e madhe të njësisë administrative Shal. Pra, një pjesë që shkohet në theth, që edhe ajo mund të ketë problemet e veda në bogë, blokimet e mos nërhymjet e shërbimit. Pra naj, jo në shtetin që kena na, anormal, për të mos kalu limitet e etikën e komunikimit, është e pafalshme që gjithë veriu, për shkaqet të në goditjeve natyrore që janë normale, akull, borë dhe shina për mëtje, që do të thonë gjithë veriu është i blokuar, siç është rruga Kombit, pa pastrim e pa ashtu. Prandaj nëse këtu ekziston pak të nemni shtet duhet të shërben dhe të nërhyn urgjentisht, ose të na thonë se ju nuk jeni banorët këtij venit e jeni shqiptarë. Tonë Duagjinit i prish punë, ka të rruga, makina që ku janë, as një s'kalojnë anen, as kënenan, së prish rruga atena. Si do e bëni tash për emergjenca mjekësore për Me bojmë me qitë në shpinë mes, si me qitë, me helikopter, në prushë e kalojmë tanë. Që këna më uva. Që e ka thënë, ku nërhyjet këtë rrugë? Atëra ku nërhyjet nuk dihet gja. Ashtë të shiu, që kam me nërhyjet dhe kështu. Që në bojmë, me si në shemë që në shpami, se të të gjanë s'kanë që bojmë. Për e kujtuar kjo shemja? Mram, norën, aty, të re. A shemë, rruga, ka him, a shemë prep, kjo prep, ka plasit të prep. Një të anina prep. Ka me kalu atenan. Ashtë rrezik në mënë? A rrezik, s'kaluat kërë njëri me veç makina. As makina në elsion, për me bajt njerëzit ku me ishu për tjetë. Veç me i kam, që dikur me në mërhoqen. Me thirë shtetin e bashkia ka ndorë me mosë, se ka bashkia me thirë. Ka tjesë të rrisë si ka fitua, ata din, me ba. Ka dhe jam a djali 17 vjeç, a ullë prej gjanit nuj derin brast edhe si ka ra nërmen ku ja karu. Unë kam një burë, tash 5 mujen kërëvat me hekura edhe s'ka arkush me i bëj gjylpan, as me vizitue, as kur që ka thonë, mu më duhet me që prapë në Tiran, edhe si bjen nërmen kuj sa është në kasollë, sa as të shpia as më në kam ullë. Në kasollë të lobe e kam, se s'kom mujt me ullë as të shpia. Kështu, si tonë kushon, për hirtë fmive të pakten, për hirtë fmive, se le unë e kom hangër ato, por për hirtë djallit si ka hi nuj derin brest, nuj akut, marë mu e vaj halën. U se di si dal asje, mu më duhet me lonë qantat ato ushimin e fmive, ilaqat e burit tash se s'muni qoj unë atje. Qeveria menon veç për ata si ecin për asfalt, na si ecin me në mal, s'ka hiq problem se jetojmë na në këtë jetës zezë. A prish rruga këtu tash, e lonë edhe 6 dit, as ka fadromo. Ne shjesim me të rëgop në me i lupat, e lanë edhe atje kur zuaj burri atje gjyna, fatkesi e ti, e lanë 6 dit desi, duelen njerëzit e hapen vetë me këra. Nuk jetohet qështu. Ose me menua për njerëzit si rinë atje fukar dhek, ose me ja falë dreshit me i mytë të tonë. Me thonë s'ka njerëz se s'ekzistojnë. Ende nuk dihet se kur do ndërhyjet në këtë rrugë, ndërkohë banorët do të vjojnë të jenë të bllokuar pasi lëvizja me automjete është e pamundur.